Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndihni. Presidenti amerikan Trump mbledh liderët e vendeve themeluese të Bordit të Paqes, shtrëngon duart dhe bisedon me Ramën, vlerëson angazhimin e Shqipërisë. Rama deklaron në Bordin e Paqes Trump rol deciziv për zgjidhjen e konflikteve. Kryeministri kërkon ndihmë kreut të Shtëpisë së Bardhë për ish-krerët e UÇK. Debate në parlament për çështjen Balluku, opozita kërkon heqjen e imunitetit, socialistët thonë se dosja do të shqyrtohet në Këshillin e Mandateve. Mbi 10.000 suplemente bimore dhe ushqimore të skaduara zbulohen në një magazinë në Tiranë, produktet e rrezikshme shiteshin online. Bordi i Paqes mbajti në Washington takimin e parë ku pas shtrëngimit të duarve me kryeministrin Rama dhe lider të tjerë, presidenti amerikan Donald Trump u ndal tek objektivat e nismës së tij, duke folur edhe për raportet Kosovë-Serbi. Trump ju drejtua presidentes Osmani duke i thënë ta telefonojnë nëse do të ketë probleme me Beogradin. Në fund, kreu i Shtëpisë së Bardhë u pa të bisedonte edhe me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Presidenti amerikan Donald Trump priti themeluesit e Bordit të Paqes, mes tyre edhe kryeministrin e vendit ton Edi Rama. But we're honored to be joined today by Prime Minister Rama of Albania. Bordi i Paqes është me lider shumë të respektuar. Jemi të nderuar që na bashkohet kryeministri Rama, kryeministri shqiptar. Në fjalën e tij, kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se konsideron veten një faktor kyç në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Madje ai drejtohet presidentes së Kosovës, duke i thënë ta telefonojë nëse ka probleme me Beogradin. Kosovo, Serbia. I did that one. Kosova dhe Serbia. Unë e kam arritur këtë. Mund të çojeni pak përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë? Ju po shkoni shumë mirë dhe nëse nuk shkoni mirë, më merrni në telefon dhe do të zgjidhet. Presidenti amerikan e vuri theksin te përfundimi i konflikteve në botë. Settled 8 wars and Ajo çka po bëjmë është shumë e thjeshtë. Paqe. Ne po bëjmë një punë shumë të mirë. Ne zgjidhëm 8 konflikte dhe besoj se e 9-ta do të jetë në rrugë sipër. Megjithatë falenderoj pjesëmarrjen tuaj dhe jeni bërë miqtë e mi tashmë. Të gjithë po thonin në fillim se do të duheshin vite për të zgjidhur këto konflikte, por ne përparuam. Trump i bëri thirrje Hamasit të dorëzojë armët. Në Gaza po vriteshin mijëra njerëz. Sot shumë njerëz në këtë sallë dinë që lufta në Gaza ka mbaruar. Hamasi do t'i dorëzojë armët dhe nëse nuk e bëjnë, do të përballen me pasoja. Ndërsa nënvizoi lidhjet e mira me Europën dhe NATO, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se përveç fondeve të mbledhura nga disa shtete, Kosova, Shqipëria e të tjera vende do të kontribuojnë me trupa dhe polici për në Gaza. nations represented here today, just in closing. Kombet e përfaqësuara këtu nuk do të mbledhin thjesht para, por disa do të dërgojnë persona për të mbikëqyrur dhe siguruar një paqe të sigurt në Gaza. Indonezia, shumë faleminderit. Maroku, faleminderit shumë. Shqipëria, Kazakistani, të gjithë kanë premtuar trupa dhe polici në Gaza. Donald Trump u ndal edhe tek Irani, për të cilin tha se nuk duhet të ketë armë bërthamore. Kemi punë për të bërë ende me Iranin, nuk mund t'i lejojmë të kenë armë bërthamore. Nuk mund të ketë paqe në lindjen e mesme sa kohë Irani ka bombën bërthamore. Këtë ua kemi thënë me fjalë të ashpra. Në përfundim të takimit të parë të Bordit të Paqes, presidenti amerikan u pa të bisedonte për pak momente me kryeministrin Edi Rama dhe presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Në fjalimin përpara liderëve botror që janë pjesë e Bordit të Paqes, kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin deciziv të Donald Trump në zgjidhjen e konflikteve. Ai kërkoi ndihmë publikisht presidentit amerikan për të ndërhyrë për ish-krerët e UÇK-s, të cilët po përballen në Hag me akuza të pabaza. The Prime Minister of the Republic of Albania. Nga Washingtoni, teksa mori pjesë në inaugurimin e Bordit të Paqes, kryeministri Edi Rama vlerësoi ftesën e Shqipërisë nga presidenti Donald Trump. Për këtë nismë që sipas tij ka qëllim vetëm zgjidhjen e konflikteve.
We commend your decisive role in bringing a halt to the heartbreaking Ne conflict in vlerësojmë Gaza. rolin decisiv të presidentit Trump për të përfunduar konfliktin në Gaza dhe Shqipëria ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj në këtë përpjekje. Ftoj të gjitha vendet për të kontribuar me disa ndërtesa për fëmijët e Gazës që janë viktimat më të pafajshme të luftrave në Gaza. Kryu i qeverisë shfrytëzoi fjalimin e tij të shkurtër për të sjellë në vëmendje gjyqin në Hag ndaj ish-krerëve të UÇK-s, teksa i cilësoi të padrejta kërkesat e prokurorëve. The president of Kosovo was Sot presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykatë e posaçme në Hag, e sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike. Disa prej tyre të pranishëm këtu, që duhet u vit turp nga kjo lloj padrejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zoti president, një tjetër prokuror i financuar nga ky vend i madh kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një val tronditëse poshtërimi në të gjithë tërësinë e një vendi paqëdashës. Sipas Ramës, kjo çështje duhet të gjejë një rrugëzidhje. Përpara se të jetë vonë dhe për këtë, kërkojnë ndihmën e Trump. at this moment only a few months Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojmë midis një njeriu që rezistoi ndaj spastrimit etnik për të bërë paqebërës dhe të një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri më tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Teksa ftoi dhe vendet e Bashkimit Evropian që t'i bashkojnë kësaj nisme. Kryeministri Rama u shpreh se bordi i paqes nuk sfumon OKB-n. Majoranca dhe opozita janë përplasur në parlament për çështjen Balluku. Demokratët kërkuan që kuvendi t'i hap rrugë menjëherë kërkesës së prokurorisë së posaçme, por shumica bëri të qartë se dosja do të qyrtohet në Këshillin e Mandateve. Palët akuzuan njëra tjetrën edhe për nismën e socialistëve për të kufizuar me ligj pezullimin nga detyrat të ministrave. Parlamenti u përfshi në debate mes majorancës dhe opozitës për çështjen e zvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kërkesën e prokurorisë posaçme për imunitetin e saj. Opozita kërkoi që parlamenti sa më parë të votojë pro kërkesës Pakut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Balluku, ndërkohë që akuzoi Partinë Socialiste se po ndërhyn në kodin e procedurës penale vetëm për të mbrojtur kryeministrin Edi Rama. Sot mbarë shqiptarët dhe komunitet ndërkombëtar pret nga ky parlament heqjen me urgjencë të imunitetit të Edi Ramës, në fakt, por në letra të Lubi Ballukut. Nga ana e saj, Partia Socialiste deklaroi se Këshilli i Mandateve për këtë çështje do të mbledhet të hënën, pas sqaruar nëse Partia Socialiste do të votojë pro apo kundër kërkesës së Pakut. Sa i përket një kërkese për dhënie autorizimi, jeni njoftuar, sikur se jam njoftuar edhe unë, në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. Debatet për çështjen Balluku dominuan edhe diskutimin për ligjin e ri për shërbimin e jashtëm. Ministri i Jashtëm Elisa Spiropali mbrojti draftin si një ligj që ndryshon kulturën e përfaqësimit të Shqipërisë në botë. Por sipas opozitës, imazhin e Shqipërisë në botë sot e dëmton mbrojtja që majoranca po i bën numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, e cila është në hetim nga Spaku. Se problemi i vetëm që ka sot shërbimi i jashtëm është që ambasadorët nuk kanë marrë notën kaluese të Elisës. Ky është shqetësimi që ka sot politika jashtme. Nuk është ky shqetësimi, dhe ju, zonja ministre, e dini po aq mirë se sa unë. Doni ta nderoni Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, mos u bëni mbrojtje e korrupsionit, mos bashkëpunoni dhe mbroni krimin e organizuar. Nuk presim leksione nga një parti politike e cila buroi ndaj korrupsionit, nuk e ka mbi kokë, po e ka kryetar. Dakord? Dhe të jeni të sigurt që nuk ka asnjë çështje të brendshme, asnjë problematik këtu dhe asnjë çështje tjetër që mund të marrë peng procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tonë Këshilli i Mandateve do të shqyrtojë kërkesën e Spakut për arrestimin e Belinda Ballukut e në 5 mars, kjo kërkesë do të jetë në seancë plenare, por deri më tani mbetet e paqartë se si do të votojnë deputetët e Partisë Socialiste, pro apo kundër kërkesës së prokurorisë së posaçme për imunitetin e Belinda Ballukut.
Shqipëria merr një tjetër vlerësim për progresin e bërë me reformat integruese. Draft raporti i Parlamentit Evropian vën në dukje se vendi ynë ka hapur tashmë të gjithë kapitujt e negociatave, por në dokument kërkoi që të bëhen më shumë përpjekje në luftën kundër korrupsionit. Parlamenti Evropian ka vlerësuar Shqipërinë sa i përket punës së bërë në procesin e anëtarësimit, ama sipas tyre, vendi ynë ka shumë për të bërë. Parlamenti Evropian përshëndet angazhimin e jashtëzakonshëm të Shqipërisë ndaj integrimit evropian, të bazuar në konsensusin e të gjitha forcave politike dhe mbështetjen dërmuese të qytetarëve, si dhe vlerëson faktin që Shqipëria hapi të gjitha grup kapitujt e negociatave brenda vetëm 13 muajve. Sipas draft të raportit të publikuar së fundmi për vitin 2026, Shqipëria vijon të çalojë në luftën kundër korrupsionit dhe sundimit të ligjit. Thekson se korrupsioni mbetet një shqetësim serioz dhe se pavarësisht progresit në kuadrin ligjor dhe institucional, Shqipëria duhet të konsolidojë më tej rezultatet konkrete në hetime, ndjekje penale dhe vendime përfundimtare, veçanërisht në rastet e korrupsionit në nivelet e larta. Këmbgulse korrupsioni duhet adresuar në të gjitha nivelet në mënyrë që të forcohet besimi i qytetarëve në institucionet shtetërore dhe të krijohet një mjedis biznesi i parashikueshëm. Një pjesë e raportit ju kushtua dhe polarizimit politik, si një ngërt që kërkon zgjidhje. Shpreh shqetësim për polarizimin e vazhdueshëm politik dhe diskursin konfrontues politik, të cilat minojnë mbikëqyrjen parlamentare, besimin publik dhe funksionimin efektiv të institucioneve demokratike. Avancim është bërë dhe në depolitizimin e administratës publike, ama kërkohet më tepër progres. Pranon progresin arritur në reformën e administratës publike, përfshirë planifikimin strategjik dhe koordinimin. Thekson megjithatë se nevojiten përpjekje të mëtejshme për të garantuar rekrutimin mbi bazën meritore dhe depolitizimin e shërbimit civil. Draft raporti i Parlamentit Evropian për Shqipërinë u hartua nga eurodeputeti Andreas Schieder, i cili më herët të shprehur se synimi i vendit tonë për të mbyllur procesin e grup kapitujve brenda vitit 2027 është i arritshëm. Pas një hetimi 2 mujor, agjentët e krimit ekonomik zbuluan në kryeqytet një magazin me suplemente të skaduara. Uniformat blu shpallën në kërkim një person nga Bosnia-Hercegovina, i cili kishte për qëllim hedhjen në treg të këtyre produkteve. Më shumë se 10.000 suplemente ushqimore dhe bimore janë zbuluar në një magazin në Tiranë. Produktet ishin të skaduara dhe të kontrabanduara. Krimi ekonomik i policisë së Tiranës ka shpallur në kërkim Jasmin Trebo me origjinë nga Bosnia-Hercegovina, ndërkohë procedimi në gjendje të lirë nisi dhe për 2 punonjës të magazinës, të cilët u gjetën aty në momentin e kontrolleve të ushtruara nga efektivet. Sipas bluve, produktet e sekuestruara në magazin ishin kryesisht kremra me bazë bimore dhe çajra të ndryshme. Këto produkte përdoren kryesisht nga diabetik apo për të dobësuar. Prej të paktën 2 muajsh, policia kishte informacione për produktet e skaduara ku kishte nisur hetimet, produktet e cilet vinin kryesisht në Shqipëri nga Serbia dhe nga Bosnia-Hercegovina. Suplementet shiteshin në farmacitë ndryshme ku një prej tyre kishte vlerë rreth 48.000 lekë. Banorët e Rjollit vijojnë protestën e tyre në kundër projektit për ndërtimin e një fshati turistik që përfshin vila dhe hotele luksoze, i cili shtrihet në kufirin mes Ranës së Hedhur dhe zonës Bakstriol. Një ditë më parë u shoqërua në policinë e Shkodrës 11 persona, mes tyre edhe gra, por kjo sipas banorëve nuk do t'i pengojë të protestojnë dhe të kërkojnë të drejtën e tyre, ndërsa janë të vendosur të mos lejojnë makineritë të punojnë. Banorët e Rjollit paralajmërojnë se do të zhvillojnë të tjera protesta përpara dhe institucioneve ndërkombëtare. Këtë të njëjtë për Rjollin ka reaguar edhe avokati i popullit, i cili bëri një inspektim në terren për të njohur drejt për drejt me shqetësimet e komunitetit. Në Qafthor është punuar pa ndërprerje gjatë gjithë natës, duke u gdhirë enjtja. Temperatura e ulët që ka shkuar deri në -10 gradë Celsius ka ndihmuar në stabilizimin e doborës dhe vijimin e punës për hapjen e rrugës. Më në fund, kalimi është bërë i mundur nga Thethi në drejtim të Bogës dhe ka filluar lëvizja e mjeteve. Kontraktori i mirëmbajtjes me mjetet borpastruese po bën kriposjen dhe zgjerimin e pjesës kaluese me qëllim garantimin e qarkullimit sa më të sigurt. Drejtuesit e mjeteve janë këshilluar të lëvizin me kujdes dhe të jenë të pajisur me zhinxhir kur udhtojnë drejt këtij aksi. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.